Në fillim, makina nuk flet me njëherë. Ajo zgjedh zërin. Më vjen mirë që jemi lidhur sot. Dua që të dish se jam këtu për ty dhe do të dëgjoj me kujdes gjithçka që ke për të ndarë. Një zë femror, rreth të 30-tave. Mjaftëshëm i ri për të tingëlluar i ngrohtë dhe tërheqës. Por mjaftueshëm i pjekur për të krijuar ndjesë besimi, sigurie dhe respekti. Por pas këtij zëri nuk ka ndjenja. Në prapasken fillon puna e vërtetë e inteligjencës artificiale. Algoritmet analizojnë çdo fjalë që ti shkruan. Ato kërkojnë lidhje mes fjalëve, modele të njohura, krahasime me miliona tekste të mëparshme. Makina nuk kupton si njeriu, ajo llogarit. Çdo pyetje coptohet, peshohet dhe vendoset në një sistem probabilitetesh. Çdo përgjigje vendoset në një shkallë nga më e mundshme tek më pak e mundshme. Dhe këtu lind iluzioni. Iluzioni i një bisede njerëzore. Iluzioni i një mendjeje që po të dëgjon. Iluzioni i një qenjeje që po mendon bashkë me ty. Hello, how are you? I'm doing well, thank you. That's good to hear. Në të vërtetë, gjithçka që ndodh është matematikë e shpejtë, statistikë dhe përpunim modeli. Zëri është i ngrohtë, fjalët janë të rrjedhshme. Por në thelb nuk ka vetdije, nuk ka emocione, vetëm për llogaritje.